Emisionet e para në Greqi përkasin vitit 2004, 21 vjet më parë, ndërsa krata jam shpallur në 2012, 13 vjet të shkuara. Por emisionet pavarësisht i vendimit kanë vjuar. Në Maqedoni jemi ndaluar në vitin 2017 nga njësia speciale Alfa. Na mbajtën për disa orë në komisariatin e Shkupit. Policia serbe pastaj na ka ndaluar e shoqëruar në vazhdimsi. Në 2015 për herë të parë në Pazar të Ri. Pastaj në 2016, po kështu në Nikins, e mëtej në Medvegj në 2020, erdhën natë në hotelin ku qëndronim, me forca të shumta. Na kontrolluan e kthyen përmbys gjithçka. Unë nuk kërkoj urrejtje, ekstremizma, përballje, por drejtësi. Të ecim përpara por duke e pranuar historinë e njëri tjetrit. E dua kombintim. E dua vërtet me zemër. Po na jem shqiptar, bre bir.